të nderuar zonja dhe zotërin, përshëndetje të dashur miq, ja kuponisti maratonën e ditës së sotme për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, dinamizërat dhe diskutimet që po ndodhin tek çifti më i klikuar momentalisht shqiptar. Gjesti dhe Egli vazhdojnë të mbeten në qendër të vëmendjes edhe pse Big Brotheri le të themi ka përfunduar një muaj. Të gjithë shqiptarët kanë kurreshtjen të dinë se çfarë po ndodhen me lidhjen e tyre, çfarë po ndodhen me marrëdhënien e tyre. Gjesti ka sjell shumë fotografi dhe disa video në Instagram dhe në TikTok duke publikuar projektin e tij të ri, Veshu Ndreçu, një këngë që ka filluar të kaplon viralitetin akoma pa dalur në YouTube, ndërsa Egli po punon me shumë intensitet për të sjellur dy projektet e saj, fillimisht një herë këngën solo dhe më pas projektin që ka me Fifin, një ndër artistet më të dashura dhe më të duar trokitura shqiptare. Por një lëvizje që ka vënë edhe një herë në qendër të vëmendjes Egli Takon ka ndodhur natën e mbrëmshme, ku gjatë orëve të vona të darkës, Egli Tako ka bërë një lëvizje në Instagram, ka hequr videon e puthjes me Gjestin. Kjo lëvizje ka shkaktuar komente të shumta, fansat kanë filluar ta mendësojnë mbi ndarjen e tyre, mbi marrëdhënien e tyre, mbi dashurinë e tyre, por unë i qëndroj koherent asaj që e kam folur gjithmonë dhe asaj që i kam thënë. Qëndrojmë në kohën e klikimeve, jemi në kohën e viralitetit, çifti e ka me patjetër të bëjë më të madhen për të qenë viral dhe ndoshta Egli e ka hequr si gjë, ose mund ta kenë hequr menaxherët e saj vetëm e vetëm për të ngritur një kurreshtje të madhe të publikut dhe për të krijuar hamendësime se si po shkon raporti i çiftit. Në intervistën që Gjesti pati për Goca dhe Gra në Top Channel, ne dëgjuam që marrëdhënia e tyre është mirë, do të thënë nuk është një marrëdhënie që ne do lëm kokën që ato të dy do martohen, nuk është kjo marrëdhënie, thjesht është një marrëdhënie e cila po rikuperohet dhe po rregullohet gjatë ditëve, do të thënë çifti po njohin njëri tjetrin. Kjo lëvizje nuk do thotë që Egli dhe Gjesti janë ndarë, kjo lëvizje nuk do thotë që Egli dhe Gjesti kanë prishur marrëdhënien e tyre pasi që ato vazhdojnë ta ndjekin njëri tjetrin në Instagram me follow, por kjo lëvizje tregon që Egli dhe Gjesti tashmë do të sjellin projektet e tyre dhe bëjnë lëvizje të këtilla për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për të komentuar, për të folur për to. Historikisht që në ditën kur çifti përfundoi Big Brotherin ka ndodhur kjo histori. Lëvizjet e tyre janë të shumta, për shembull, në qoftë se Gjesti publikon një video në TikTok apo publikon një video në Instagram, menjëherë ka një lëvizje nga ana e Eglit. Zakonisht lëvizja ka pasuar në këtë formë. Nuk është që Gjesti ka bërë lëvizjen e parë dhe lëvizja ka qenë vetëm informacion që ka ardhur te publiku për marrëdhënien e tyre dhe që publiku ka kuptuar që çifti ka diçka mes njëri tjetrit, se në qoftë se ato nuk kanë një komunikim, nuk mund të jenë lëvizjet në afat kohor të njëjtë. Dhe nata e mbrëmshme, prishja e videos së puthjes që u komentua, sepse edhe në live-in tim më pyesnin shumë se çfarë po ndodh me çiftin, unë jam shumë i bindur duke komentuar VIP-at shqiptar me vite të tërë, do të thënë duke bërë këtë punën dhe nga eksperienca kam mësuar se zakonisht kur bin gjëra madhore bëjnë lëvizje të këtilla për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për të komentuar marrëdhëniet e tyre. Jam shumë i bindur që Egli dhe Gjesti këtë gjën të paktën Egli e ka bërë vetëm për këtë fenomenin. Ato me patjetër që janë në rregull me veten e tyre, kanë një marrëdhënie të mirë, po do të thënë tregon që ka një lloj lidhje komunikimi, nuk e çojmë në një dashuri gjigande dhe kjo tregon që janë në rregull. Vetëm kënga që ka mesazhe kundërdrejt njëri tjetrit tregon që lidhja e tyre është okay. Egli është duke punuar me shumë intensitet, presi moment në moment që ajo të nxjerrën coming soon-in e këngës së saj, do të thënë një projekt që pritet të jetë shumë i mirëpritur nga shqiptarët tashmë nga përfundimi i Big Brotherit, pasi që edhe kurreshtja është shumë e madhe për çiftin, por edhe në anën tjetër kemi dhe Gjestin që ka përfunduar me xhirimet në Austri, ku më pas do të komentoj edhe projektin që Gjesti e ka punuar.